Mjedo dole from Nancy, sin fakultetin Lexi, amin ma ke shkru në telefon qop seksi, si e ka mundesh me m'harru del me shumë. Qo fillimisht falenderoj shumë që na mi prite këtu në Prizren për këtë intervistë, edhe uroj që gjithçka kome na kalur në smiri. Fillimisht zakonisht e keni stil unik edhe ma të veçantë shumë prej tjerëve, por a mendon që ndonjëherë e ke tepruar? Mirë se keni ardhur në Sporin Prizren, faleminderit që keni ardhur. Unë mendoj edhe shumë shpesh e kom thonë, një fjalë të një shokit tam të këti e migja shesh në hip-hop bje. Edhe unë mendoj me konë edhe me vazhdu që shtu në stilin tam. Për shkak që edhe nëse është keq, jam unë original. Nuk është që e kom kopju kërkan, nuk është që marrë rri kush po qetë në fillim, që kjo që jam, Sfumi u bon viral hiti yt i famshëm Qop Seksi. Ai para ndjeve që ku pasku kanë metall hitet e tua prap me u rikthym ku, edhe pat madje edhe prej një tiktokere, ato edhe prej disa tjerë që u bon tepër e madhe kjo që me u rikthy prap hiti. Okej, unë për një sen nëse jam krenu gjatë tanë kohës është se këngët e mia që jam bo hit nuk kanë zgjat 2 javë. Sikur këta që pi bëjnë tash investime maramencën e për këngë, pe kapin ojkën verës, pe shfrytëzojnë qatë 2 javëshin, pi bëjnë koncertet edhe në rregulla. Unë mendoj që muzika duhet me jetu, me rrit gjenerata. Për këta jam shumë falenderus qati stili që e tha, edhe njerëzve që më kanë përcjell gjatë tanë kohës, po, Qop Seksi është të më befasu. Po shë non-stop video, sa herë më bojnë tag aty, non-stop shë video, edhe pe rikthejnë. Bile dikush që e kishit, personi parë që e kishit, e kishton pe rikthejnë perlën. Tana e pëdolim edhe një herë të stili, as njënës kongë nuk i përngjon Qop Seksi. Edhe kur unë i kom knu seksit, vlla njerëz ma shumë jënë marrë me temat buta, nuk ka pas, që se sene dyshysh. Rreth të shkurit. Pa. I parin është ta jam pe atëme që ja kom njës dhe sene me i thonë, ta manë rreth të shkurit. Qop, për gjatë vite në karrierë ke pas edhe na i dis të vogël e themi me artistat ndryshëm, por ako me naj artist që të kam bet në konflikt ende i papërmbyllur. Dorën zemër herën e fundit kur e kemi pas para një viti e Kosovë intervistën me ty, e ke përmend pak Unikatilin edhe bom mjaft virale 1 milion e Kosovë, ka shku videoja ku ke thonë që Unikatilit i ka cof morin këtë rast. Edhe mu ke thonë për dët, pa ako naj konflikt që e ki me dikun tjetër papërmbyllur, nashta, ose që kështë dosh m'ja bo një dis. Nderu unë të lashën më të madhe për momentin e kam me vetën, se unë i kam 2 djem, edhe po munona me kon një prind i mirë, me kon një shembull i mirë për djemt e mi. Për e pera hisë një jam, jo që s'kam konflikt për hisë si shatë, diqysh. Reperat unë i du veç që ta që i kam shak nga të vetit edhe jo që ja ngoj muzikat për veç se i kam shok. Okej. Kur jemi të projektet e tua, ako nëjë projektonin nëse nëjë kom që nuk e kishe publiku me qef, ose tash që i kera opi shma? Ka plot. Kur po thëmë ka plot, sidomos janë ato pjesë të dhënshme ku i kena përdorë, se që shpeshoj njerëz unë veç kom nis me mu distancu, po jo, adem është se puna kur ta len duhonin, jo me këputu me njëherë, po që pinë marrall, edhe unë po vim me ka një kongë në vjetë, adem pe bëj si me plecu egon teme, për shkak që një jem shumë fajtor për tekstet e dhënshme, sepse kena pas impakt. Në kohën tonë kena dhënë shumë influencë, dhe sot peshojmë që është Kosova për momentin. Bile u bo dhe problem, do të edhe me antiplum me dalë. Ka vrasje ma shumë nashta me i krahasu për një ditë nashta ma shumë po vritën të na se son në luftë në Ukrainë. Edhe një me është për mu të me rru. Mas një pjesë të fajt e marrë edhe one, se tash edhe mu kanë rritë fëmija dhe pedi që kena bo gabime. Për ndryshe këto tjerat janë këtë në rregull. A është MC Qopa i vërtet, si kurse në jetën private ashtu edhe në muzikë, apo ndryshë jenë muzikë, ndryshe jenë në jetën private? Ja, qërë ngëm, unë jam total që që jam. Vetvetja? Në kuptimin e plot fjallës, dash një intervistë më kinë normal, nuk i ndryshoj as theksin as fjallën para se me nejt edhe mas intervistës. Jam që jam, për që ato me nejt që originaliteti jam ka bo mu hala mos me mlon njerëz me ikë për muzikës.
Diçka që muna mu krenu, është që njerëzit, edhe kur s'kom bo hiq muzik, nuk më kanë harru. Se Roma, Michael Jacksoni ka dek edhe mos pjangojnë kongë, ta vëden. Unë jam shumë dembel edhe shumë pritoj mu marrë me muzikë, ta vëden. Unë mënej që aksidentalisht jam muzikë. Edhe për që ato është... Qysh ju përgjigjesh që kritikëve? Edhe çfarë mesazhi ki për ta? Ku do qoftë që të kritikojnë? Ose në social media, në TikTok, në këtë rast, ose në kanal tonin YouTube, ose çka do që të publikojsh? Qërse të na fjalla kritik, është keq kuptu. Ata që japin kritikën me vend, jo thonë faleminderit, sepse ata na përmirësojnë. Ata që hinë veç më u boj interesant, për me bo një like, një koment, një dëshka, po, se dia bën me bipte, po bashkë në një këshas që je. Se janë shumë njerëz që me energji fort poshtër, edhe veç kanë qef e gjelozin me shfrytzu në përmjet shkronjave. Ti peshe, unë pesho, e shakit për Izraelin që unë çdo ditë jam qëtu, mu mas kalajti mund më gjetë njeri, i kam nashta ka nja 5, eventualisht 6 kërcënime në ditë për shkak TikTokit e për shkak qëtu meseneve, nuk më ka shku menja kur me morë tërproje, asë me bona i sen. Ata meni për energji e ty? Ja be jena mësu është pjesë e punës. Unë menej që se cilë sen që shpaguhet, se neve na respektojnë shumë TikTok. Edhe se cila punë e ka atë që me thonë atë kostën që duhesh me e pagu. Edhe unë menej që kjo është ajo kostën që dëne me pagu. Unë shak i dashtën kur dal për i shpis, i menej 2 sene. O huni në tishët. Musë në me kërkush për më thonë për që zoj qopën edhe të bëj i gore me ta. Se dhja vëmë kuptan. Jam i prej në këtë sene. E ndërlidhe pikrish këtu edhe e kam një pyetje, a mendon po që je djallë bad boy kështu tamam? Jo, s'jam bad boy. Për kundra jam një bab shumë i mirë, një familjar, i du fort fëmijët e me, mos me thonë një 50 herë në ditë i përqafi. Mira mo, po ma cënove drejtën teme, atëherë ka me dola i bad boy. Për ndryshe me ty jam njëri ma normal në botë. I kam disa pyetje edhe pak rreth industrisë dhe konflikteve. Pyetja parë është, reperat shpesh bëjnë para më shumë nga marketingu se sa nga muzika. Si i bën parat e MC Qopa? MC Qopa i bën parat pej muzikës, normal, edhe ato edhe nuk është që në të prej pare, se s'ka njëherë si në fort aktiv. A je milioner? Po, milioner jam që shok, këti kina ka 2-3 milion. Kojinsa. Nga, problemi është që unë mirëna edhe me, që shedin ketë, unë mirëna edhe me armë. Dhe më thonë, kur po foli me armë, mës me menu policia që i shes armë të zezën, po shes legal. Jam instruktor për instruktor të armëve të zjarmit. Jam inkuadru në akademin I2 Defense. Dhe më thonë, bëj aktivitetet tjera kur është puna për me gjallnu, që them na. Mira ma dhe një pjesë mirë të konsiderueshme të mjetëve i bëjmë edhe pej TikTokit. Ka shumë debate ose hip-hop ose komercializëm. Ku e sheh veten në këtë rast? Nga mund menoj që një hip-hoper shumë i fort është komercial. Nuk ka mundësi me konë ndryshe. Unë veç bimbimën e ngjon glëp që ka me ton jetën underground. Për shkak që 50 Centi me disa pluma në trup o konë gjendje me dalë me një hit This is how we do që përdu me thonë 50 Centi mo nuk është sot është komercial. Shtu që mës të kajnohemi na me thonë unë jam underground, t'i knejve qenëve të meni, të zokit tem, zdi shka. O vla, nëse ti një underground si fort, ti ki me dhezë dhe mas nej mos je underground. Kur dhezë faktikisht ti ki mu konë komercial. Nëse nuk do të ishe MC Qopa, kush do të ishe sot? Nëse nuk do të isha MC Qopa, do të isha Elvis Qëllopeku, djali i Nasufit, mega inteligent, për fatkeqësisht kisha punu me një kompani si me ja majtë kontabilitetin, i kisha marrë 1000 euro në mujt, edhe s'm kishin dalë fort për shpenzime, se 470 euro më ka ardhur rryma. Jena. Edhe isha bo me vra vetën, se matematika ma ka dasht. A kishe pranu për shumë me punu më bo shtilë? Po edhe kom punu. Baba jam bën instalimin e rrymave, edhe ka herë kom shku minimu vallaj. Tash i kom do pyetje rreth logjikës edhe mendimit kritik. Se te edeni kom pak pyetje pak mas fajt me raste.
Nëse do të mund ta ndryshoj një ligj në Kosovë brenda natës, cili do të ishte ai? Po e zonë kemi pozitë 9 në shtet, edhe kishim ndryshuar një ligj më një herë në anën 24 orë. Pa i gua shkon ku dhe më dhome, abden. Unë më njëherë kisha ndërhyr të këto rrjetet sociale, të keq përdorimit të ne. Me i mbyll? Jo, me i mbyll, po budall të kisha qenë në psikiatri, jo në rrjetet sociale. Sepse nuk ka budall në Kosovë, të mundshëm që nuk është viral. Qatë që ka i herë këshirë mi amor lakmi budallës të shebe, në çfarë budallës a shumë. I kam unë 23 vjetë karierë në muzikë, kom hargju mund, kom hargju pare, kom hargju kohë shumë, edhe hi për shembull e shon njonin që hiç kur gjon me jetën s'ka bo, veç është budall, është shumë ma super viral se unë. Edhe kjo mas nena nuk është për me kesh, kjo është për me kajt. Se kjo është mas nej shka po kallëzën shoqënia. Ku po shkon kjo shoqënia, ka hedh për lesha, qysh. Një reper që ka sukses komercial, por nuk i ka shkruar tekstet vet, a është ende një artist i vërtet? Po unë menoj në zona fill nuk është artist i vërtet. Okay. Po të e pos parasysh na qysh e kena, pse mos më konë artist i vërtet? Na shta ky i ka kallëzu shka me shkru, veç qërë se për me shkru tekste, na keq kuptojmë, vëlla, na menojmë që rrugoqat din me shkru tekste. Jo, vëlla, nëse s'je kap me librin në herë kur s'ki me shkru tekste të mira, harroje këtë pjesë. Vezbonja. Domethënë ti dush me pas diapazonin e gjanë për me ditë me bon një rim, për me ditë me bon një metafor. Jo me dal aty me na kallëzu, unë i vrojt atë 8 veta dhe erdha këtu po shkruaj tekst. Jo se kjo është por dhe ftaft. Dhe në ka këto dush me kap me librin. Ku shohemi nemi për shembull në botë që hec me libër në dorë. Halo, tash dhe është veteran hip hop, halo hec me libër në dorë dhe halo e pasuron fjalorin e vet. Këta tonë kur ti pyet në për intervistave shtramohet që çdo njëri merr një far pozite. Unë jam G, unë jam angop nuk lexoj libra. Te na rrofkare. Nëse hip-hopi do të zhdukej nesër, cila formë e artit do të mund ta zavancon atë? Qëre, kur njëri është artist, e gjon veten gjithkohë. Për shembull, mua më ka deshtë edhe grafiti, më ka deshtë edhe murali, piktura. E kom pas që talent gjatë të jetës. Tanaj pjesa tjetër është që shumë pëlqen mua, unë kisha pas qef me janis një far karriere si 403-shat në formë për shkak të baritonit që e kam, zonin edhe mënyra që e interpretojnë i japin shpirt, i shkon pjesa ma e mirë ku unë e kisha gjetë vetën. Nëse si shkon hip-hopi këpër. Si mendon, a është suksesi me shumë talent apo strategji? Mendoj që nëse përzihen të dyjat, strategjia dhe talenti, është suksesi garantu. Veç talent nuk mjafton. Veç talent jam une. Strategji nuk kom heq, menaxher s'kom pas asnjëherë, album s'kom bo asnjëherë. Bash polla s'm ka hongër për këtë pjesë, edhe ti mos prit që ki me kon non-stop in. Është e pamundshme, dush më kon super manjak me besu që ti ki me kon ai që i shkel këtë rekordët, tu mos ja bo punën, tu mos ja bo hizmetin që them na. Nuk vjen veç talenti, du të përkushtimi madh, du strategji, sidomos tash mo atë kur janë social media në top, pa një strategji s'u bën kurrë. A mendon se njeriu është më produktiv kur ka vështirësi dhe brenga apo kur është rehat? Njerëzit e fortë dalin pe vështirësive. Pe rahatis nuk del kurrë. Mundesh më u bën një djalë i mirë, me kryer një shkollë në kolegj, me vazhdu jetën, po jo ndaj far njeri karizmatik, ndaj far me na kallëzu diçka interesant për jetën. Thjesht një njeri normal që merr frym edhe jeton edhe vdes në ditë. Përndryshe njerëzit e vështirë dalin pe kohënave të vështira. Çka i thon vetes kur je para pasqyrës? Nënqim. Jo, ngëm, unë shumë shpesh mas pari i falenderona Zotit për tonë këto të mirat që i kam sot. Për shkak që nuk e kena kalu edhe një jetë qashtë cilësore, nuk e kena pas mundësin me menu, jo me besu, po me menu që një ditë ka me ardhë, që unë ka me pas një familje, një shtëpi, një kerr, një rahati, fëmijët, një rrit, mënyrën më të mirë, nuk e kom besu këtë sen kur. Bile shoqënia e përshëndesim Ardian Xhaferin, Michaelin, ti e ke kap trenin e fundit. Ti ke trenin e fundit ke prit edhe i e ka ca vjerë në ta dhe ke vazhdu. Për shkak që unë gjithmonë kom pas qef me vazhdu pjesën e jetës si familjar, nuk më ka pëlqyer asnjëherë
Më njoft njerëz për gangster, për mangup, për reper, për ku e di unë. Unë gjithmonë kom pas qef me pas një familje, me jetu qetë, me konë rregull. Sot Zoti më ka mundësu. Herën e fundit kur e kemi bën intervistën, ta kom bën një pyetje ku mendon që shkon një mendim që harrohet, më patë thonë Bëth Taroshës. A je prapë atij mendimi? Definitivisht edhe një herë kom menua ajo më përgjigj mirë. U pa të bo viral mbas shumë. Po s'ka ku me shku një mendim që harrohet për te Bëthës Taroshës. Besëm, e kom menu thash nështë ta instikti, po jo, mirë e kisha pa thonë. Jo se i dilsha me menu ku shkon, a dhe qysh kjo sikur me thonë, ku shkon terri kur vjen drita, diçka si, hajtë vlo, thjeshtoj e punë në Bëth Taroshës. Okej, cila është një pyetje që ende përgjatë jetës tonë nuk ta ka bën ende askush e që do doje ti përgjigjesh? Në sen që ke thonë, wow, që ti nuk i ka rënë në men mund për qitë sen. Jo përveç gazetare, po dhe njëtë në të përdishme, familjara, po që ka të qoftë. Nuk o që më pas ka shku menja, me bo qitë sen. Mira më kërkush nuk më ka pyet, a ke pas vështirësit më dhaja? Njetë. Edhe, a ke pas vështirësit më dhaja, njetë, për me konë qopa. Pa dyshim që po. Pa dyshim që po edhe isha përgjigj, nështë edhe kisha pru intervistën më kona se qilëshohet aja muzika ato fjallë të buka, po prap po dalim për asaj temës, po masi vete bona si pyetje s'po përgjigj. Më mirë i pasur e i panjohur apo i famshëm e papara? I famshëm e papara është heroinosi që po tenton me elon heroinën edhe non stop pjalon heroinën në tavolinë. Domethënë është një situatë shumë e keqe, edhe këtë situatë kom provu edhe une. Derisa gjysa qytetit kanë bo fatë me mune nuk kom pas kjerë. Kjerë temin, me pas gjomat e zi, edhe mos me mpa mu. Edhe ma kanal dikush kjerën këtë. Ej, esë qëjt e që tje. Dhe nuk po thëmë që i ka bo keqaj. Pa e ka shfridzu ato se ja ka fut një 30 selfie dhe i ka thëmë që është një zvet. Leve se s'ka gjopi të ne. Sepse sot ka arë një kohë, ku njerëzit respektojnë qështë sa i kirenët. Nuk të respektojnë kush sa din, edhe nuk të respektojnë kush sa je. Burri mirë pa pare, thëjnë, apëtë. Pedin tash mos të banalizoj kejtë. Mos të bëna mi lajmë zekë. Çka do të thotë lumturia për ty? Lumturia për mu do të thotë ta kish kryt rahat, kur në fund ditës i ke kryt këtë punë, i shet që ti ka zonë fëmijët gjumi pak si kesh, shkanim lënë shë këtë dashtën, ja u qëtë jargonin, i përqaftë të dytë, edhe këthej e shhinë dhënë tone ku e ki edhe atë esnikën, edhe që kjo është pjesa ma e lumtur e jetës. Asnjëherë s'ke folën për intervista për nosën tonë, apo na flet pak raportin me to. Na shqiptar jena e pa qitë njënë një intervist, jo po një portal, tha kjo është nusja e bukur e mësi qopës, e tina të e lumtu gazetare është mas pari. Na foka dul gazetari, tha shë ti fisnike, heke këtë pjesë, apë dhe s'kena nevoj. Qërë, dorën zemër unë nuk kom ku e fshej, se e din këtë që jam i martun, edhe jam i martun me Blerinë Krasniqin. Nusja jam e punon sikur të gazetare është, në televizion këtu në Prizren. Qashtu edhe kom njoftu, si gazetare kom njoftu, nuk e ka nalë deri sot. Është edhe trajnere e fitnessit, ju është të vojzën më gjithë zdi shka bën. Edhe është njeri që ta shumë shtine me folë pak serios, që 100% ja atriboj shumicën e sukseseve. Mas martesës. Ka përmbush. A den qësh është? Është ma shumë se shok. Është njeri që se cilën situatë e kupton, nuk ka nevoj shumë me folë. Kur është nevoja është shumë shpianike, edhe kur është nevoja shumë open-minded. Kur ka nevoj me më kuptu, më kupton sikur me pas lejnë pares. Po kur ka nevoj me mgu, është sikur fejë në viset ruralet Kosovës, që mirën vesh me këllë. Dhe me thonë, unë me pas porosit, adin që i bëjnë këto kjerat me porosit, nuk kisha dit, ja kisha huqë në ikon, dhe me thonë, për ta jo pjesë, unë falenderoj Zotin edhe e Lujvenin, jam shumë rahat, shumë mirë, për që ato nuk kom qef me e përzi shumë nusën teme në social media, në kësi sene, për shkak që s'po besoj që vynë me ndërhyj ajo pjesë, për me unë menej që prishet ajo brishtësia. A mendon se njerëzit janë më shumë produkti rrethonave
apo i zgjedhjeve të tyre? Unë mendoj që njeri është produkt i asaj që ka rrethën. As nuk e diskotekit pjesë. Edhe shumë shpesh e përmenin nëpër mezhlise, nëpër muhabete me shoqni. Nëse ti rrethohesh prej do njerëzve që janë marak në fellën e të kerrit, edhe nëse s'ki kerr hiç kimi boni par fellën. E veç fakti që ti kime një muhabete non-stop për fellën, ty kam janis me të pëlqy. Dita parë nashta irritohesh, e treta, e katërta, edhe ti kime kon një prej meraklive të fellën. Nëse ti kime nejt me 5 milionera, bindu në zot që nëse se ki as një cent, në të ardhmen do të prit 2 milioner me kon. Sepse njeri është produkti i asaj çka rrethon. Edhe të mosmit nuk janë kom budall që kanë thonë. Nëse do me ditë kusha, pyete me kanë rrinë. Abden, është shumë e rëndësishme me zgjedh shoqnin njeri edhe me ditë shka po lyp për jetës, me kanë për shoqënohet. Sepse ajo është pjesa që ty ka me të pru deri te suksesi. Jemi krejt në fund dhe një të tre pyetje kom në zeta për fund, rreth seksit. Hajde koftë. Hera fundit kur ke bërë seks? Dje. Dje. Pa dje. Okej. Dje, sot. Okej. Prom, që shetën. Në rregull, po. Çka të shjen më shumë ti në seks? Haja, ke kojtë. Tregohen edhe na shëncu. Ma dhe më së më shtim. Prit dhe shpak, nale së. Shatë që janë dhe më shumë ti në seks, në që që në alë. Gjithë kameramonis në se bon. Me thore. Në që në alë se bon, por. Kjo nuk prejet, që është të vazhdoj. Ja, Ja, qim shë pytje. Rashëne. Shka që ja, nësja kaj në, Kejt. Okej, krejt. Po. A rënkën gjatë seksit? Jo. A bën zhurma? Jo, po vallaj, po skallzojna. Okej. Se adin që shok. Lej, futja, jo. Dhe e fundit pozita jote e preferuar në seks. Kejtat. Okej. Kejtat. Ketë bën preferune pak janë, heq as njës është ma të mirë. Ketë janë të mira, seks ma. Seks. A përde qysh të nëzën mua betë. A menon që seksi të rinon? Po, Okej. unë menaj që është antidepresant. Unë menaj që kur ullet testosteroni, kur ti e në regull, ti edhe se njeri maj mirë. Unë shpesh e menaj këtë puna dhe në për shaltera, kur shkem do gra që janë vjetra që bërtosin, pse e s'mu? Pase jesh këmere të qaj qetri. Unë këtë menaj që janë pip spaci mësis që ashtu. Duhet me konë mi mirahatu, mirë, a ke pa nusët që ja u bëjnë zmetin, ato nuk pjeskasin, Okej. nuk isha të bëzhurm, ato veç po të njeri, jo të njeri. Pro Janë seksi ka qeta. ilaç. Po, shumë ilaç është, shumë ilaç është. Atëherë burra qini sot moni po dhe qupë. Va qëni bre! Qupë nëse s'ki diçka me shtu, deshta nga ti një mesazh për krejt rinin kosovare. Overall. Për rinin kosovare ka shumë mesazhe me dhënë vllave shumë, prapë po them, sa më larg energjisë keqe, sa më larg budallëve, sepse ju hini aty për me bo fan, edhe mu arktu me budall, po sini të e po që ju budallë tini të i bo faktur. Edhe me një ditës budalla ka më ardhë më të bo edhe kryetar shteti. Për shkak që jeni të i ngrit. Kur po them budall, ka njerëz që për një me kanë probleme mentale edhe unë vjen keq për ta se Zoti ka kriju, Zoti na ka kriju dhe neve ai dim se ka kriju. Mirë më ka dhe asë që janë super normal po talojnë budallën me qëllim për me pas sukses, sepse na kena një prirje që nuk dojmë me inimu njerëzit që s'janë mirë mentalisht, po dojmë me i tranu ketë. Në kupton, domethënë na jena të prinën për me pas mundësi me i tranu ketë. Edhe dyqysh gati se përjetojmë orgazm kur e shohim që një budallë të bë budallakina. Edhe na duhemi minal të stop me thonë, njëre për gjithmonë, edhe duhemi mu kthy ka energjia pozitive, mu marrë me senet mira. Edhe rinis pak ma shumë kultivon një seks në onja qifsha, PUBG-a ju myti, ardhen qysh në tranu t'lo. Tani për na mushë në requestat. Unë e kom kryja dhe një mi martë, unë në regullo me mu, po këta djemë të ri, sa ma ka kanteri me ik, ka seksi.
të falenderoj përzemërsisht dhe shumë faleminderit që gjithmonë je i gatshëm me ju përgjigj stilës tan për intervistë. Shoqë dashur, unë përveç që kam respekt për ty personalisht, unë mendoj që je për gazetarë më të përgatitën. Edhe unë kur shkoj për intervista ju rrej pyetjet që mi bëjnë shablan. Nëse ti kanë herë E tepër? ja rrit pak dozën, ama e rëndësishme është që me bëni intervistë mirë, që me pas njerëz shka me thonë, shka me ngu që kena thonë na, dhe një me thonë po, jo, po, si e bëri si qopa karierën, kush filloj, ai këto për mu janë hajgare, faleminderit shumë edhe një herë.